Një më pojnis në një rrëfim, kemi qenë në fushatën për zgjedhje kombëtare, të 11 majit, edhe mbaj mend që kishim takim në kineman mos gaboj të Korçës. Ke qenë ti profesor me mua në Korçë? Dhe ke mbajtur fjalim? Apo në Durrës? Jo. Ku ke mbajtur fjalim? Në Durrës. Në rregull, atëherë kam unë gabim. Shkuam në Durrës. Nuk ka shumë rëndësi për. Nuk ka shumë rëndësi qytetit dhe sa historia. E nesu kisha përgatit një fjalim aty me pika dhe gjëra. Dhe lolti aty, 90% fjalimi tim, vete i thonë gjithë aty. Sikur pa komunikuar me njëri tjetrin, edhe mua më desh të improvizoja. Që edhe sot shokët e mi, shoqja ime, thamë shumë gjëra nga unë, po bën edhe diçka tjetër që zakonisht nuk e bëj. Folën me tonë të zjartë e me zot lartë. Tani unë duhet të flas të kundër të flas me tonë të ulët, edhe dal nga dalë se përveç se morën ide, në shumë raste morën edhe pasionin. Ne, kur ka zgjedhje, vetëm në një vend nuk bëjmë fushatë. Nuk bëjmë fushatë sepse nuk shkoj atë. Në moment që unë nuk shkoj, pastaj tjerë, gjendje justifikimi as po shkoj pas. Edhe vetëm në vend Republikën e Shqipërisë kur ne nuk bëjmë fushatë është lagja ime. Sepse mua vjen shumë turp, dal aty vërdall në lagje, edhe tu shpërdal në tushka të kërkoj votën kombëtare. Kështu që edhe kjo është një analogji me stres të mesme, do të thonë kam çik siklet flas sot sepse i përkas stresit të mesme. Do të po tisha duke folur për kafën punëtore, për shembull, do kisha bë kollaj flisja me zjarr sepse do më duke vetja si këta kalorësit që po përpiqen për hallet e tjerëve, që nuk është vetja, ndërkohë që problemet e stresës së mesme në fakt në kuptimin e jetës së përditshme janë njëkohësisht edhe probleme të mia, të jetës time, e të marrëdhënieve sociale në të cilat unë jam pjesëmarrës. Që edhe për këtë arsye do flas me zot Ulët, se po s'duket po kërkoj gjëra për veten. Isha sot në mësim me studentët, ku çdo vit kemi më pak student regjistruar në klasë, më pak student pranishëm në klasë. Dikur po ju thoja kishte një master filozofiko-politike dhe për të dëgjuar mbi Zhgill Deleuze mbilleshin 50 veta. Tani po u mblodhën 10 veta diku për dëgjuar për diçka, çfarë do qoftë, duket sukses i madh. Ka më pak student në për auditor, që do të thotë ka më pak njerëz stresës mesme, të njerëz si muar të nesër, që do bëhen pjesë e rrjedhave ekonomike dhe shoqërore të Shqipërisë. Mirë po, me studentët në rastit flisin të rradha për mendimin politik të Aristotelit. Edhe ata që kanë bërë për Aristotelin në shkollë, e din që Aristoteli shekullin e 4 para erës sonë, hedh një ide, sipas cilës që ne kemi një qeverisje të qëndrueshme, një shtet drejt, një shtet me ekuilibra, do duhet që në këtë shtet të dominonte klasa e mesme. Pra klasa e mesme të ishte shumica e popullsisë dhe të kishte peshën më të madhe vendimarrëse në shtet. Flasim shekulli 4 para erës sonë, që ishin ide që nuk është se gjenin jehon në realitet, ma realiteti ishte shumë më i egër nga pikpamja e ndarjes klasore nga idetë e Aristotelit, por që nga Aristoteli deri te liberalizmi i ditëve të sotme ka vazhduar kjo ide që një shtet i qëndrueshëm, një demokraci përfaqësuese, një regjim kushtetues, ku respektohen të drejtat dhe liritë e qytetarëve, është ai ku stresa e mesme ka një rol të veçantë. Është edhe gjerë numerikisht, ka edhe një rol të veçantë në vendimarrje. Që mos e bëj si leksion, po dua të them edhe diçka që në perëndim, sidomos pas luftës së dytë botërore, edhe nga pama sociologjike, kemi po zhvillimin edhe zgjerimin e një komponenti të ri të stresës mesme. Më herët stresa e mesme, e quhet stresa e mesme tradicionale, ishte kryesisht e përbërë nga ato që thonë pak herët Artani, artizanët, tregtarët e vegjël, byçanxhin. Këta ishin midis popullit, do të thotë fshatarëve, punëtorëve me moditje dhe parisë ekonomike dhe politike. Mirë po, me zhvillimin dhe me bërjen kompleks të sistemeve ekonomike, gjen gjithnjë më shumë vend për punonjës kualifikuar, profesionistë lirë të mirë arsimuar, po edhe punonjës tjerë të kualifikuar që vlera e punës së cilëve është më e lartë pikërisht për shkak të përgatitjes edhe të arsimimit. Madje në dekadat e pas luftës së dytë botërore kemi edhe një lloj përparimi
social, ekonomik, kulturor në shumë të drejta, në saj në rast parë të lëvizjeve që kanë ardhur dhe nga shtresa e mesme. Tani, qoftë se ne krahasojmë këto parime, këto definojmë dhe ideale, me Shqipërinë e sotme, patjetër që do vë në dukje dhe na bjerë në sy kontrasti i thellë. Më lejoni t'ju jap një sifër që e gjejmë tek studimi i tregut punës të Instatit për vitin 2023. Nuk e dia ka dalë ky 2024, por kur merreshim me fushatën në maj, kam cifrat nga maj, dokumenti i fundit ishte i 2023. Dhe rezultonte aty që 58% e punonjësve në Shqipëri, 58% merrin një pagë neto 50.000 lekë të reja e më pak. Pra 58% e punonjësve në Shqipëri, paga atyre neto që fusin në xhep, pasi paguajnë taksat, sigurinë shoqërore, ishte maksimumi 50.000 lekë të reja. Sigurisht, edhe më pak. Kështu që këtu ne e kuptojmë që shtresa e mesme, tani varet ku e vëmë atë kriterin stresës mesme, unë nuk besoj që me 500.000 lekë rrogë muaj ti mund të quhesh mirëfilli pjesëtar i shtresës mesme, ndonse mund të jesh mbas edhe arsimuar edhe plotson kriterin e kualifikimit, por jo detyrimisht kriterin ekonomik. Kjo thotë se në Shqipëri shtresa e mesme është, besoj unë, ndonse nuk kemi statistika drejt për drejta, është goxha më e rrudhur në përmasa se sa në vendet e zhvilluar. Dhe përveç se më e rrudhur në përmasa, është edhe më pak e vlerësuar, është edhe më shumë e sulmuar nga të gjitha pikpamjet. Nga legjislacioni, nga mënyra e organizimit të pushtetit politik, edhe gjithçka tjetër. Ne kemi fatkeqësisht ende një strukturë ekonomike të prapambetur, një strukturë ekonomike që kërkon rast parë punën e pakualifikuar, punën e vrazh, punën që ti nuk ke nevojë të punosh me veten, të studiosh, të kualifikohesh, të marrësh një zanat. Dhe përpasoj sa kohë njeriu stresës mesme, pak të një kësaj stresës mesme moderne, e lidh punën e vet me arsimin, sigurisht që edhe stresën e mesme do ta kemi të rrugës. Mirpo, ç'është edhe më e keqja përveç strukturës ekonomike, është fakti që në shumë dimensione të raporteve politike, shoqërore, ligjore, këtu nuk vlen kriteri i vlerësimit sipas punës, vlerësimit sipas përpjekjes ose vlerësimit sipas meritës. Në Shqipëri mund ketë diku te 160.000 deri 180.000 në punës të shtetit, varet nga mapja. E të gjithë e dinë që rekrutimi në administratën publike, mbajtja e vendit punës, avancimi në karrierë kanë komponente të forta nepotizmi edhe logjike partijake. Çfarë do të thotë se ata që do të quheshin antar stresës mesme, një në punës shteti, një mësues, një mjek, një infermier, pavarësisht meritës vet, pavarësisht kualifikimit vet, mund të jenë njerëz vërtet shumë përgatitur, prapë se prapë jetojnë dhe punojnë në kushte ku puna e tyre nuk vlerësohet në bazë të kontributit, në bazë përgatitjes tyre, pa ata duhet të jenë mirënjohës kujt, shefit, atij që supozohet se i ka marrë në punë, ose atij që supozohet se i ka promovuar në karrierën e tyre. Dhe kjo është veçanërisht e rëndë për besoj unë shumë njerëz të cilët vërtet kanë kapacitetin, kanë dhe meritën për të ecur përpara në jetën sociale dhe ekonomike të vendit. Problem pastaj shtesë për jo vetëm për stresën e mesme, por edhe për gjithë tjerët, unë po shquaj stresën e mesme këtu, është se në Shqipëri, e veçanërisht në Tiranë, me që flasim në Tiranë, shërbimet publike dhe politike sociale janë vërtet të pamjaftueshme ose mos themi degraduara. Di fjala, nëse ti do shkosh në një spital publik, ti e di shumë mirë që në atë spital publik ti nuk do të marrësh shërbimin e duhur. Do të presësh në radhë, mund të të marrin para, do të mungojnë ilaçet, secili nga ne ka histori të tipit një familjar i vetes i smur, zbret me vrap për të blerë paracetamol, mos të ndodhë. Për të blerë paracetamol të lëngë, shkatët. 2 shekull e kemi 30, paracetamol s'kemi. Do shkojmë të blejmë paracetamol. Pra, spitalet publike nuk janë opcion, spitalet publike janë vetëm kur ti s'ke më fare, nuk ke zbën, s'ke para, harxohen dhe borxhin që kemi marrë në regaluar, si do të flasim në spitalet publike. Spitalet private sigurisht janë të shtrenjta, janë shumë të shtrenjta, edhe janë gjithnjë më pak përballueshme për ato kanë qenë asnjëherë përballueshme për të varfrit e punëtorët e kështu me radhë, në rastet ku kanë familjar bujar që i sjellin para nga jashtë. Por spitalet private, me sa po shoh, janë gjithnjë më pak përballueshme edhe për stresën e mesme. E njëjta gjë vlen për arsimin.
Dhe këtu mund të flas përsëri në vetë parë. Të gjithë ne në qytetin e Tiranës kemi një problem të madh, pavarësisht stresës shoqërore. Mjafton të mos jemi pjesë sa elite ekonomike edhe politike. Kemi tmerrin e orës 11:30 ose 12:20, që është ora kur fëmijët mbarojnë shkollën. Mbarojnë, s'merret më shteti me kalamaj. Dikur merre lagja, kishte një lloj komuniteti më të afërt, sigurisht kishte më shumë siguri në rrugë se s'kishte makina, qytetet ishin më të vogla. Sot ka është një problem i madh sepse institucionet arsimore nuk ofrojnë programe për fëmijët, institucionet arsimore publike ta gjithmonë. Nuk ofrojnë programe për fëmijët, nuk ofrojnë një vakt ushqim, mundësinë për të bërë detyrat, kemi mundësinë për të bërë një kurs artistik, sportiv, për të luajtur e gjitha këto, nuk ofrojnë asgjë. Madje bëjnë dhe diçka që mua më duket vërtet revoltuese. Mbyllin mbas orarit të mësimit, mbyllin oborret e shkollave. Unë jam rritur në atë lagjen time të rruga Pjetër Budi mbas ambasadës sot amerikane diku italiane. Jam rritur ku çdo oborr shkolle ka qenë i hapur, edhe rinia, po edhe adoleshentët, gjithkohë luanin aty, sot i ke të gjitha të mbyllura. Madje kur lexoja buxhetin e Bashkisë Tiranës, vija re që kishte një zë aty për paratë që mblidheshin nga ata që merrin me qera oborret e shkollave. Bashkia do të derdh jam nga pleshti, pa që do të duhet 5 kalamaj me topi, do të paguheni nga 2.000 lekë secili, sepse na duhen këto para për çfarë? Çfarë do javi Bashkia mbrapsht kur merr fëmijëve ose adoleshentë u merr para për të rënë topin me shqel me një fusë betoni, po kupton, ose për të bërë një kosh aty ku mungon edhe rrjeta e koshit. Po është vetëm hekuri. Ja ti duar ta prishësh duke prishë dot. Shkosh me kazë, me lopate, me gjithë çka tjetër, e ke pamundur ti bësh dëm pasurisë publike, këtë dua të them. E prapë ata që janë pushtet duke vrasin mendjen. E shohin vetëm si një zot vogël në buxhet, po mbledhin sa lekë edhe për këto, kush e di, bëjmë një promovim për diçka tjetër. Çfarë më ka bërë përshtypje, duke folur përsëri për Tiranën, është për shembull numri i madh i fëmijëve që nuk kanë mundësi të regjistrohen në çerdhe dhe kopshte publike. Po lexoja disa dhëna që në çerdhet dhe kopshtet publike të Tiranës kishte diku 5200 vende bosh, ama kishte rreth 9000 kërkesa. 9000 kërkesa vitin e kaluar për të regjistruar kalamajt në çerdhe dhe kopshte, dhe çik më shumë se gjysma mund vinin në vend, të tjerët ku shkojnë. Dhe gjitha këto janë kosto. Sidomos për familjet e shtresës mese që duhet paguajnë një, ose do të shkojnë në kopsht apo çerdhe private, ose pastaj kur janë në shkollë të paguajnë një after school që nuk është gjëja më e mirë në botë, ja them dhe këtë nga përvoja, domethënë. Midis after schoolit dhe të rrinte gjyshja përpara televizorit, nuk kanë dallim shumë të madh. Thot drejtën. After schooli aq është një apartament, një kuzhinë, po patë fat 2 kuzhinë. Dhe një mësues sigurisht mundohet ta bëj punën e vet me ja 5-6 kalamaj që ka aty, por prap nuk mund të jetë ajo. Nuk mund të jetë ajo që duam ne që aspirojmë për veten, për fëmijët, për komunitetin edhe për gjithçka tjetër. Ne kemi programin tonë, kemi pasur që nga viti 2023 dhe përsërisim her pas here, aq sa nganjëherë ka sa njerëz që bëhen nervozë kur do ta nxjerrësh kalamajt nga shtëpia. Kemi këtë idenë e shkollimit me orare të gjatë. Të rrim fëmijët deri nga ora 4 në shkollë. Mua ndodh që përveç shumë vetëve që më thonë, e ke menduar mirë, ka gjithmonë njerëz që thonë, po kalamajt ku do i shohim ne. Më mirë të rrinë në shtëpi se gjithë ditën në shkollë. Ke butë e hapur për debat, gjithë si unë qëndroj idesë që shkollat do ta ofrojë infrastrukturën, pastaj le të zgjedhin familjet nëse duan apo jo. Kush ka shumë qejf të mbajë 2 kalamaj Trasavaç në shtëpi, edhe gjyshe dhe gjyshe, se nuk duron dot pata, rregull le ta mbaj, po pak ishte një opsion institucioni publik. Aq sa mos gaboj ishte një skeci portokallis, pa dërguar para sa ditësh ku ankoi një këta personazhe që shkolla tha 2 orë na mban mësuesi, na i djerë fëmijët jashtë dhe i çojnë after school. I thotë i tjetër, i thotë se po erdhe këta, po erdhi argjencioni pushtetat do na i mbaj deri natën në vonë. Në shkollë, është interesant sepse nuk e di pse po i godasin batutat të portokallis, sepse në zgjedhjet e kaluara, nuk e di e mbani mend atë skeçin, ku thoshte gjitha partitë e tjera na japin lek, vetëm ka lëvizjes bashkë na marrin lek. Kudo që shkon bën fushat, po sa lek do që të bësh fushat për ne, aty sa provi dota se gjën paqen atonën, mirë që erdhe vet, po doi 10.000 lekë për të kontribuar për fushatën. Do ishte keq të më shëra fjala qoftë këtu ka antarën për të lëvizjes bashkë.
në mos sot një ditë tjetër, sepse shteti nuk na i ka dhënë ato parat që na detyrohet. Kishte shkuar sot Gjani në Ministrinë e Financave për të panumër të derë, thoshte që janë ca lek që na takojnë si kompensim për fushat e shkuar, se do shkonin fushat prapë në Tiranë. Edhe kemi vështirësi edhe për të paguar qiran këto kohë. Edhe në punëse tha, po, ju takon, me drejta, dhe t'i kishit marrë para 1-2 muaj, sa, po mund vjatë 2 vjetë ju vëtë, se vrit mendjen, se këto punë kështu e kanë. Dhe sa duket, partitë e tjera nuk kanë kohën, se janë si ajo Barsaleta me Doganierin, që në fund fare u habit ju paska dhe rogë, në fund muajt. Që dhje madhe, kështu që edhe këta Ministrinë Financave alkojnë, që paska i parti që kërkon legët që i takojnë me ligjët, se ka urgjent. Që të mos e egzageroj dhe me kohë. Po. Për zyra, kërkoni zyra, ata, po. Edhe ne kemi kërkuar zyrë, na kanë degdis në zyrë mba zyre, e pastaj ata të Ministrisë Brendshme thatë, ju kemi degdisur gabimisht, nuk kemi harxuar ja 3-4 muaj kohë, por ta nuk do të shkojë te kjo zyra, do të shkojë te kjo zyra tjetër. Si shkon shteti në Shqipëri. Një problem tjetër që kanë gjithë, po kanë veçanërisht familjet e stresës, se ata kanë edhe ca burime shtesë, ata kanë dhe kursime, se fundja punëtori, gjitha paratë që i merr muaj i shpenzon, se duhet mbaj veten edhe familjen gjallë, është vërtet çështja e pensioneve. Domethënë këtu ne merremi shumë e pensionet dhe përpiqemi ta lidhim çështën e pensioneve me fatën e shumë stresave në shoqëri. Këtu vazhdon pensioni mesatar, të jetë 180 euro në muaj. Pensioni mesatar, 180 euro. Me 180 euro në muaj ti vdes për bukë, të mos në Tiranë. Ushqim, thjesht ushqim, të blesh ushqime dhe të hash, po themi normalisht, jo thjesht bukë e vaj e krip, të kushton më tepër. Dhe gjitha këto janë kosto që mbulojnë familja e madhe. Do thënë, ne jemi ende si në shekullin e 19-18, ku në fillim prindrit mbajnë fëmijët, pastaj fëmijët mbajnë prindrit. Kështu ka qenë historia jonë, edhe vazhdojmë si ku diun. Besoj para 2000 vjetësh mes i lirëve njëra gjë ndodhte. Prindrit mbajnë kalamajt, bëjnë sa më shumë kalamajt, të mbylli kalamajt mbajnë prindrit. Edhe vazhdojmë, bota shkon në hënë, në Mars, në inteligjencë artificiale, edhe vazhdojmë këtë. Prindrit mbajnë fëmijët, që sigurisht do i mbajnë, pa diskutim kjo gjë. Po pastaj janë fëmijët që e kthejnë borxhin për të mbajtur prisë, s'ka shtet social, s'ka institucione, s'ka politika të përparuara. Po e mbyll në fund, sepse edhe nga pamja historike, mua më ka bërë përshtypje raporti shtresës mesme me shtresat e tjera të shoqërisë. Se duke qenë në mes, këtu po i kthejmë Aristotelit, ke dy aleat mundshëm. Kontradikta shumë e lehtë kur janë midis elitës ekonomike dhe masës gjerë, varfëve, punëtorëve. Aty është kontradikta shumë e fortë. Po kur jenë mes, ti gjithmonë i ke syt në dy anët, majtas apo djathtas, edhe historia në fakt është goxha komplekse. Në vitet 20-30 shekullit kaluar, në disa vende, për arsye si trajtojmë do të këtu, shtresa e mesme në masë renditet në atë që ne quajmë oligarkinë ekonomike. Edhe produkti ka qenë fashizmi dhe nazizmi. Dorën zemër, të trembura nga lufta e parë botërore, nga revolucionet që po ndodhin, pjesë e konsiderueshme e shtresës mesme, zgjedh ekstremin e djathtë, zgjedh oligarkinë, edhe produkti ka qenë fashizmi dhe nazizmi. Një po edhe aso kohë, në fillim mund duket çuditshëm është Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pastaj në Evropën Perëndimore ka qenë një steg tjetër. Ku stresa e mesme bën një aleancë qëndrueshme me punëtorët, me të varfërit dhe krijon një blok historike dhe shoqëror përparimtar. Qas për politikën në kursin e ri, New Deal-in e Rooseveltit në SBA-n e viteve 30 dhe pastaj për gjitha këto qeveritë përparimtare të Evropës Perëndimore pas luftës botërore, ku stresa e mesme bashkohet me punëtorinë, bashkohet me të varfërit, edhe në fakt i jep jetë dekadave më të mira dhe më të arrira të historisë njerëzimit, që janë ato 3 dekadat pas luftës dytë botërore. Gjithë ato që ne kemi, zhvillim ekonomik i qëndrueshëm, ne si kemi, ne i lexojmë letrat ato. I kanë diku, shtet sociale, të drejta në punë, liria drejta, gjitha këto gjëra ato janë produkti këtij pakti, kësaj aleance të madhe ta quajmë historike dhe shoqërore, lidhjes stresës mesme punëtorëve, të varfërve, pensionistëve, sipërmarrësve të vegjël, thoja unë. Edhe në lëvizjen bashkë kemi shumë për zemër këtë lloj aleance dhe përpiqemi ta krijojmë, ta përgjithësojmë. Faleminderit.